Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para nesh vëllezër të nderuar, kemi shpjegimin e librit Thalathatu usulin wa adillatuha. 3 baza dhe argumentet e tyre. Këtë libër të çmuar, i cili është quajtur në mesin e nxënësve të dijes, për shkak të përkushtimit të dietarëve të hershëm dhe të tënishëm në mësimdhënie, shpjegim dhe porositje të nxënësve të dijes, sikurse do të vijë inshallah, në veçantë dhe të muslimanëve në përgjithësi për mësimin e tyre, për shkak të nevojës së domosdoshme të tyre parimeve dhe bazave themelore fetare. Sheikh Salih al-Sheikh, Allahu ruaj, thot në hyrjen e shpjegimit të këtij libri të bekuar, në faqen 8, thot: "Wa bayna aydina risalatu thalathati usulin wa adillatuha, wa hiya risalatun muhimma li kulli muslim, wa kana ulama'una ya'tanuna biha fi awwal ma yashrahuna min kutub al-'ilm, wa dhalika li sababain." Thot Sheikh Allahu ruaj, përpara nesh kemi librin 3 baza dhe argumentet e tyre. Ky është një libër i rëndësishëm për çdo musliman. Dietarët tanë i kanë kushtuar vëmendje të madhe këtij libri, duke filluar së pari me shpjegimin e këtij libri ndër librat e tjerë të dijes. Thotë shehu: "Wa dhalika li sababain." Kjo për 2 shkaqe. As-sababu al-awwal annaha min al-mutun al-mukhtasara. Shkaku i parë është se ky libër është i përmbledhur dhe i shkurtër. Thotë shehu: "Fal-'ilmu la yunalu marratan wahida, wa innama yunalu ala marri al-ayami wal-layali." Dia nuk merret me një herë, por fitohet me kalimin e ditëve dhe netëve. Kama qala Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah fima rawahu Ibn Abdul Barr fi kitab al-Jami'. Siç ka thënë Imam Ibn Shihab az-Zuhri, i cili është Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, Allah më shoft, për dietarët e selefëve, siç e transmeton Ibn Abdul Barri në librin al-Jami', se ka thënë: "Men rama al-'ilma jumlatan dhahaba 'anhu jumlatan, wa innama yutlabu al-'ilmu 'ala marri al-ayami wal-layali." Kush e kërkon dije me një herë, ajo i ikën me një herë, por dija kërkohet me kalimin e ditëve dhe netëve. Thot Sheikh Salih al-Sheikh: "Wa hadha haqq." Dhe kjo është vërtet. Fal-'ilmu yubda'u bi tahsili sigarihi qabla kibarihi. Dija dhe çeu fillon duke përvetësuar gjërat e vogla para atyre të mëdha. Fa idha hassalta sigar al-masail qabla al-kibar fa anta ala tariq al-'ilm. Nëse mëson çështjet e vogla përpara të mëdhave, je në rrugën e dijes. Wa amma idha ibtada'ta bil-kibari allati tahtaju ila bahthin وترتيب وقد تنازع العلماء فيها كما هو ديدن بعض طلبة العلم أو بعض المبتدئين في العلم دون معرفة الصغار وواضحات المسائل فإنه يذهب عنك العلم. Por thotë shehu, nëse fillon me çështjet e mëdha, pa njohur akoma të voglat dhe çështjet e qarta, dhe hyn direkt në çështjet e mëdha ku ka mosmarrveshje ndërmjet dietarëve, që kërkon hulumtim të thellë dhe rënditje, siç është zakoni i disa nxënësve të dijes apo fillestarëve, atëherë dija humbet. ولهذا أؤكد على ضرورة التأصيل العلمي والسير فيه خطوة فخطوة. Për këtë arsye thotë shehu, theksoj domosdoshmërinë e ndërtimit të dijes mbi baza dhe ecje hap pas hapi. وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. Dija merret me kalimin e ditëve dhe netëve. Sigur se ka thënë dhe poeti: "اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط." Sot pak dije dhe nesër njësoj, thot. Nga përzgjedhjet e dijes që mblidhen, njeriu fiton urtësi. Ashtu si rrjedha e madhe formohet nga grumbulli i pikave, sikur se themi edhe në gjuhën shqipe, gur bëhet kalaja, pik bëhet deti. Thot Sheikh Salih al-Sheikh në vazhdim: "وهذا واقع فقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الفضل بن سعيد بن سلم." Se ka thënë, thot, kjo është diçka aktuale, thot shehu.
El-Khatib el-Baghdadi ka përmendur me zinxhirin e tij të transmetimit në librin El-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami' një tregim për një prej transmetuesve të hadithit. E tregon këtë El-Fadl ibn Sa'id bin Selmi se ka thënë: "Kana rajulun yatlubu al-'ilm fala yaqdiru 'alayhi fa'azama 'ala tarkihi." Ka qenë një burr më parë, thot, ishte një burr që kërkoi dije, por nuk po mundte. Andaj mori vendimin për ta lënë atë. فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها. Një ditë, duke esur pa ujë që pikonte nga maja e malit. Mbi një shkëmb dhe kishte lënë gjurmë, duke hapur një vrimte. Faqal, ai mendoi, reflektoi dhe tha: "الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها والله لأطلبن العلم فطلب فأدرك." Thot ky personi që ka pa këtë gjë, thot pasi ka menduar dhe ka reflektuar, thot ky ujë me gjithë butësinë e tij ka ndikuar në këtë shkëmb të fortë. Thot Sheikh Saleh El-Sheikhu, domethënë dia nuk është më butë se uji dhe zemra ime nuk është më fortë se shkëmbi. Pastaj thot ky personi: "Wallahi la atlubanna al-'ilm fa talaba fa adraka." Pasha Allahun, unë vërtet do ta kërkoj diturin. Kështu ai e kërkoi diturin dhe arriti atë. Më pas thot Sheikh Saleh El-Sheikhu, pasi tregon këtë tregim: "Fal-'ilmu yahtaju ila muwasala wa hifdh wa mudarasa wa tark al-ya's." Pa thot që dia kërkon vazhdimsi, këmbgulje, memorizim dhe studim. Wa tark al-ya's, për të praktikësh dorëzimin dhe mos të dorëzohesh. Duhet vazhdojmë të mësojmë të përmendim dhe të studiojmë. ولكن يجب أن يكون على طريقة خطوة فخطوة. Mirë po thot, kjo duhet dhe madje është e domosdoshme të bëhet mbi baza, hap pas hapi. Hap pas hapi. ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه بالمهم فإنه يحصل من العلم ما شاء الله. Ai që fillon me më të rëndësishmen, me gjërat më të rëndësishme dhe pastaj vazhdon me atë që është e rëndësishme, do të arrijë dijen, inshallah, ndashallahu. Ky ishte shkaku i parë. Pra, se ky libër, 3 baza dhe argumentet e tyre, është për librave të shkurtër dhe të përmbledhur. Thot më pas Sheikh Saleh El-Sheikh, "Es-sababu thani", shkaku i dytë. لأن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة. Shkaku i dytë, sepse në të gjendet përgjigja për 3 pyetje të varrit. Ala wa hiya su'alu al-malakayn al-'abd an rabbih wa dinihi wa nabiyih. Të cilat, këto pyetje të cilat janë pyetjet e 2 ëngjëve, 2 melekëve, drejtuar robit për Zotin e tij, lidhje me Zotin e tij, fenë e tij dhe profetin e tij. Wa hiya thalathatu al-usul. Dhe këto janë 3 baza. أي معرفة العبد ربه وهو معبوده ومعرفة العبد دينه أي دين الإسلام بالأدلة ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. Këto janë 3 bazat. Cilat janë këto 3 baza? Është njohja e robit në lidhje me Zotin e tij, që është i adhuruar i tij. Njohja e robit për fenë e tij, e cila është feja islame, me argumente. Dhe njohja e robit për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Tha Sheikh Saleh El-Sheikh, "فمن هنا جاءت الأهمية لهذه الرسالة." Nga këtu vjen rëndësia e këtij libri. لأن فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير. Nga këtu vjen rëndësia e këtij libri, pse? Sepse në të përmban shumë baza të tauhidit dhe të fesë. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة. Për këtë arsye, ne duhet të kemi kujdes të përkushtohemi me këtë libër, duke mësuar njerëzit të thjeshtat. Thot, ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليما لها للعوام وللنساء في البيوت وللأولاد ونحو ذلك على حسب مستوى من يخاطب بذلك. Thot, për këtë arsye ne duhet të kujdesemi për këtë libër, duke u mësuar njerëzit të thjesht, grave në shtëpi, fëmijëve dhe të tjerëve,
sipas nivelit të atij që ne po I drejtohemi. Thot më pas që وقد كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتنون بالثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلما. Dietarët tanë Allahu I mëshiroft I kushtonin rëndësi të madhe këtyre 3 bazave, si në mësimdhënie, ashtu edhe në mësimdhënie, edhe mësimdhënie tjerëve, edhe mësimdhënie, nxen këtë dituri. Thot بل كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموها وأن يحفظوها. Madje thot, I obligonin njerëzit pas çdo namazi të sabahut që t'i mësonin dhe t'i memorizonin këto. Thot më pas shehu وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين. Ky është kulmi I dëshirës për të mirën dhe dashurisë për të mirën ndaj robëve besimtarë të Allahut. إذ أعظم ما تسأل المؤمنين من الخير أن تسأل لهم ما ينجيهم عند سؤال الملكين العبد في قبرهم. Pse kjo? Sepse prej mirësive më të mëdha që mund të ofrohet besimtarëve është t'u jepet atyre ajo që I shpëton ata kur 2 ëngjë 2 melekët ta pyesin robën në varr. لأنه إذا أجاب جوابا حسنا صحيحا عاش بعد ذلك سعيدا. Sepse nëse ai përgjigjet me përgjigje të mirë, pyetjet e varrit, nëse ai përgjigjet me përgjigje të mirë dhe të saktë, atëherë do të jetoj pas kësaj I lumtur. Atëherë ai do të jetoj pasaj I lumtur. وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. Por, nëse përgjigjja e tij nuk është e drejtë dhe e saktë, atëherë do të jetoj më pas, Allahu na ruaj, nën kërcënimin e mjerimit dhe dënimit nga Allahu subhanahu wa taala në botën tjetër. Mbaron këtu fjala Sheikh Salih al-Sheikhut. Them në lidhje me këtë fjalë të Sheikh Salih al-Sheikhut, në lidhje me këtë fjalë do të flasim inshallah për 2 pika. Pika parë, që ka të bëjë me fjalën e Sheikh Salih al-Sheikhut, të cilën e cituam më parë, ka të bëjë me citate dietarësh në lidhje me përkushtimin e dietarëve me këtë libër në mësimdhënie. Pra, do të përmendim disa citate nga dietarët në lidhje me përkushtimin që I kanë kushtuar dietarët këtij libri në mësimdhënie. Pika 2 është rëndësia në fillimin e mësimit me gjëra fetare bazike dhe të shkurtra. Fjala e Sheikh Salih al-Sheikhut vërtetet rreth këtyre 2 pikave. Se dietarët I kanë kushtuar rëndësi këtij libri. E dyta, rëndësia në fillimin e mësimit me gjëra fetare bazike dhe të shkurtra. Sa I përket pikës parë, nga citimi I fjalës Sheikh Salih al-Sheikhut na bëhet e qartë se dietarët e hershëm dhe të mëvonshëm e kanë filluar mësimdhënien me këtë libër të vyer. Andaj është e përshtatshme të sjellim disa citate që tregojnë për përkushtimin e dietarëve ndaj këtij libri të bekuar. Libri madhështor Ad-Durr as-Saniyya të Sheikh Abdulrahman bin Muhammad bin Qasim, Allahu mëshiroft, është ai I cili ka mbledhur Majmua Fatawa. Sheikhul Islam Ibn Taymija nuk e ka shkruar apo nuk e ka mbledhur vetë atë si libër. Mirë po, ky dietar, Sheikh Abdulrahman bin Muhammad ibn Qasim, e ka mbledhur fetvat e Sheikhul Islam Ibn Taymijës edhe ka quajtur Majmua Fatawa. Ky sheikh ka bërë gjithashtu librin Ad-Durr as-Saniyya. Ka mbledhur në të libra apo shkrime të dietarëve të Nejdit. Në vëllimin 14 faqen 408 thuhet: Min Muhammad ibn Abdul Latif wa Muhammad ibn Ibrahim ila man yarahu min ikhwanina al-muslimin razaqahumullahu al-itti'adha wat-tadhakkura wa manna 'alayna wa 'alayhim bil-intibah wat-tafakkur. Salamun 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thuhet në të shkrim nga Muhammad bin Abdul Latif dhe Muhammad bin Ibrahim, drejtuar kujdo prej vëllezërve tan musliman që e sheh këtë shkrim. Pra, edhe ju që po ngjoni tani. Në drejton këto 2 dietar me këtë fjalë: Allahu I dhën aftësinë për të marrë mësim dhe për të përkujtuar, thotë. Bën lutje këto 2 dietar, bëjnë lutje. Dhe na dhën neve dhe atyre zyrasi dhe reflektim. Selamun aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd.
Më pas, فهذه تذكرة بنعم الله علينا وعليكم ونصيحة تجب علينا الكتابة بها إليكم. Më tej thot, kjo është një kujtesë për mirësitë e Allahut mbi ne dhe mbi ju, dhe një këshill që ne kemi për detyrë t'ju shkruajmë. Më pas, thuhet në faqen 414, فعلى إمام المسلمين وفقهم الله أن يقيم في كل بلد من يقوم بهذا الشأن. Te ky shkrimi thonë këto dy dietar, prandaj imami, prisi i muslimanëve, Allahu i dhën sukses, e ka për obligim që të vendos në çdo vend dikë që merret me këtë çështje. Çfarë kjo çështje? ويلزم أئمة المساجد في كل بلد أن يسألوا العامة عن الثلاثة الأصول المختصرة. Dhe t'i detyroj imamët e xhamive, pra ky prisi t'i detyroj imamët e xhamive në çdo vend që t'i pyesin njerëzit e thjesht për 3 bazat e përmbledhura. Allati allafaha imamu hadhihi ad-da'wa, të cilat i ka hartuar imami i kësaj thirrje, pra Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shiroft. Kjo tregon për rëndësinë e këtij libri. Unë imagjinoni këto dy dietar çfarë thonë, prisi e ka për obligim që të detyroj imamdharët në xhami që t'i pyes njerëzit në përgjithësi lidhje me këto 3 baza dhe t'u mësoj njerëzve këtë libër. Madje, në këtë libër madhështor Ad-Durr as-Saniyah, në vëllimin 8, faqe 461, përmendet një grup i madh dietarësh që porosisin me detyrimin e mësimit të këtij libri të çmuar. Në të thuhet, وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ سليمان بن سحمان, dhe ka thënë gjithashtu, përmend disa emra dietarësh, ka thënë gjithashtu Sheikh Muhammad ibn Abdul Latif, Sheikh Saad ibn Hamad ibn Atik, gjithashtu Sheikh Suleiman ibn Sahman, gjithashtu Sheikh Abdullah ibn Abdulaziz al-Ankari, gjithashtu Sheikh Umar ibn Salim, gjithashtu Sheikh Salih ibn Abdulaziz, gjithashtu Sheikh Abdullah ibn Hasan, gjithashtu Sheikh Abdulaziz, gjithashtu thot Sheikh Umar, وابن الشيخ عبد اللطيف, edhe 2 bijt e Sheikh Abdul Latifit, gjithashtu Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, gjithashtu Muhammad ibn Abdullah, wa Abdullah ibn Hasan ibn Ibrahim, dhe Muhammad ibn Uthman, dhe Abdul Aziz al-Shithri, waffaqahumullahu ta'ala. Çka kanë thënë këto dietar? Tekstin në vijim që do t'ju lexoj tani. Thot, amma ar-rafida fa aftayna al-imam an yulzimahum bil bay' 'ala al-islam. Sa për rafidat, i kemi dhënë fetva imamëve, prisit imamit, prisit muslimanëve, që t'i detyroj ata të japin besën mbi islamin. Wa yamna'uhum min idhhari sha'air dinihim al-batil, dhe t'i ndaloj nga shfaqja e ritëve të fesë të tyre të pavërtet. Më pas, në të përmendën disa porosi. Këto dietarë kanë përmendur disa porosi të tjera. Pastaj thot, dhe kjo është ajo për cilin po e përcjellim të fjalë. Thot, wa kadhalika yulzamuna bil ijtima'i li salawat al-khamsa. Po ashtu, ata detyrohen të marrin pjesë në 5 falë ditore. Hum wa ghayruhum fil masajid, ata dhe të tjerët në xhami thot. Wa yurattabu fihim a'imma wa mu'adhdhinun wa nuwab min ahli sunnah. Dhe midis tyre të caktohen imam, muezzin dhe përfaqësues nga ehli sunneti. Më pas që thot, wa yulzamuna ta'alluma ath-thalathati al-usul. Dhe të detyrohen të mësojnë 3 bazat. Mbaron këtu citimi nga ky libër madhështor Ad-Durr as-Saniyah. Gjithashtu vëllezër të nderuar, kur kam qenë në Medinë, në xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam, pasi Sheikh Abdul Razak al-Badr, Allahu ruajt, ka mbaruar një nga mësimet e tij të bekuara, e kam ndjek nga pas shehun, asë nxënësit i boshin pyetje. Një prej nxënësve gjatë rrugës e pyetën shehun. O sheh, kanë thënë,
Nëse kthehemi në vendin ton, çfarë libri sugjeron për të shpjeguar njerëzve? Shehu, Allahu ruajt, thot në fillim tha Kitabu Tauhid, libri i Tauhidit. Madje thot, para këtij libri fillon me librin Tribazat dhe argumentet e tyre. Pra, këtë libër që inshallah do të shpjegojmë. Më pas shehu thot, madje përpara këtyre dy librave fillohet me librin 40 hadithe të nevojut. Për shkak se ky libër përmbledh hadithe që kanë të bëjnë me besimin, moralin dhe bazat e tjera të fesë. Mirë po, mësimi më parë kam fillu librin 40 hadithe. Mirë po, sipas rrethanave janë ndalur nga ato mësime. Inshallah do t'i fillojmë edhe në të ardhmen. Inshallah shpjegimin e këtyre 40 haditheve në nevojut. Kjo ishte sa i përket pikës së parë. E cila ishte citate nga dietar që ka të bëjë, këto citate nga dietar ka të bëjë me përkushtimin e dietarëve ndaj këtij libri në mësimdhënie. Pika 2. Gjithashtu nga fjala e Sheikh Saleh el-Shehut, Allah ruajt, nga bëhet e qartë ndësia me fillimin e kërkimit të dijes me gjërat bazike dhe të shkurtra. Nga fjala e Sheikh Saleh el-Shehut që cituam më parë, nga bëhet e qartë rëndësia me fillimin e kërkimit të dijes me gjërat bazike dhe të shkurtra. Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Nuk i takon asnjë njeriu që t'i ketë dhënë Allahu librin, urtësinë dhe profecinë, e pasaj ai t'u thot njerëzve, bëu robër të mi, domethënë më adhuroni mu, e jo Allahun. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Por çfarë u thonte? U thote bëuni rabbaniyin. Do ta shpjegojmë çfarë thot rabbaniyin. Çfarë porosisin profetët? I porosisin njerëzit bëuni rabbaniyin, nga se keni mësuar njerëzve librin dhe keni studiuar atë. Imam Bukhariu, Allahu më shiroft, ka thënë në sahihun e tij, thot: "Wa yuqal ar-rabbani alladhi yurabbi an-nas bi sigari al-'ilm qabla kibarihim." Thuhet se rabbani është ai që i edukon njerëzit me diturinë e vogël përpara diturisë së madhe. Gjithashtu, Imam Ibn Qayyim al-Jawziyja, Allahu më shiroft, ka thënë në librin Miftah Dar Saada, vëdhimin e parë, në faqen 66, thot: "Wa fihi tanbih li ahli al-'ilm ala tarbiyati al-umma kama yurabbi al-walid waladahu fayurabbunahum bit-tadrij wa taraqqi min sigar al-'ilm ila kibarihi wa tahmilihi minhu ma yutiqun." Në këtë ka një tërheqje vërejtje për dietarët që ta edukojnë umetin ashtu si prindi edukon fëmijën e vet, duke i mësuar gradualisht, hap pas hapi, duke kaluar nga njohuritë e vogla te ato të mëdha, dhe duke u ngarkuar prej dijes vetëm aq sa mund të përballojnë ato. Gjithashtu, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu më shof, ka thënë në Fathul Bari: "Wal murad bi sigar al-'ilm ma wadaha min masailihi wa bi kibarihi ma daqqa minha." Ajo që kiet për qëllim me diturinë e vogël është e qarta prej çështjeve të diturisë, ndërsa me të mëdhan është e holla prej saj. Gjithashtu, në lidhje me këtë pikë të dytë, që me fillimin e dijes bazike përpara degëzimeve, Imam Ibn Qayyim al-Jawziyja, Allahu më shof, ka treguar në librin al-Fawaid, sikur se gjendet në faqen 228, ka treguar në të një dobi madhështore. Tamam ashtu sikur se është quajtur edhe libri al-Fawaid, që do thot dobit. Në këtë dobi, ai Allahu më shof ka ndjek një metodë bukur dhe retorik të lartë. Ka konkretizuar gjërat kuptimore dhe abstrakte në një pamje reale të tyre. Sigur e ka atë gjë që po shpjegon përpara. Sigur e ke para arsyeve, domethënë. Tani lexojmë fjalën e tij
në lidhje me pikën e dytë dhe më pas flasim në lidhje me të. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja: "Man arada 'ulwa bunyanihi fa'alayhi bi tawthiki asasihi wa ihkamihi wa shiddati al-i'tina'i bihi." Cili do që dëshiron lartësinë e ndërtesës së tij, duhet të kujdeset për përforcimin dhe qëndrueshmërinë e themelit të saj. Dhe t'i kushtoj vëmendje të madhe atij. Fa inna 'ulwa al-bunyan 'ala qadri tawthiki al-asas wa ihkamihi. Sepse lartësia e ndërtesës varet nga fortësia dhe qëndrueshmëria e themelit. Fal a'mal wa ad-darajat bunyan. Veprat dhe gradat janë si një ndërtesë. Wa asasuha al-iman. Ndërsa themeli i tyre është besimi, është imani. Wa mata kana al-asasu wathiqan hamala al-bunyana wa'tala 'alayhi. Wa idha tahaddama shay'un min al-bunyan sahula tadarukuhu. Thot, sa herë që themeli është i fortë, ai e mban ndërtesën dhe ngrihet mbi të. Dhe nëse prishet diçka nga ndërtesa, riparimi i saj është i lehtë. Wa idha kana al-asasu ghayra wathiq lam yartafi' al-bunyan wa lam yathbut. Wa idha tahaddama shay'un min al-asas saqata al-bunyan aw kada. Por thot, nëse themeli nuk është i fortë, ndërtesa nuk ngrihet dhe nuk qëndron. Dhe nëse prishet diçka nga themeli, ndërtesa bie ose është pranë rrëzimit. Vëreni çfarë thot tani? Fal-'arifu himmatuhu tashihu al-asas wa ihkamuhu. Njeriu i ditur përqendrohet në rregullimin dhe forcimin e themelit. Wal-jahil yarfa'u fil bina' 'ala ghayri asas. Ndërsa jahili, ignoranti, i padituri, ndërton pa themel. Fala yalbathu bunyanuhu an yasquta. Dhe nuk kalon shumë kohë që ndërtesa e tij të shembet. Allahu i lartësuar thot: "Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa min Allahi wa ridwanin khayrun am man assasa bunyanahu 'ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Thot Allahu i lartësuar në këtë ajet: "A është më i mirë ai që ndërtoi ndërtesën e tij mbi devotshmëri ndaj Allahut dhe kënaqësinë e tij, apo ai që ndërtoi ndërtesën e tij buz një gërmine të rënuar dhe ajo ushem me të në zjarrin e xhehenemit." Mbaron këtu fjala e Imam Ibn Qayyim al-Jawziyja. Them në lidhje me këtë fjalë që është cituar deri tani, përndryshe inshallah do të vazhdojmë citimin e vazhdimit të kësaj fjale. Them në këtë dobi Imam Ibn Qayyim al-Jawziyja, Allahu më shiroj, ka ndjek një metodë të bukur dhe retorik të lartë, sikurse thamë edhe më parë. Çfarë është retorika, ose disa njerëz ndoshta për herë të parë ngjojnë, retorika vëllezër të nderuar është tërësi rregullash, parimesh që bëjnë artin e të folur të bukur e në mënyrë më bindëse. Kjo retorik nuk është shpikur nga Ibn Qayyim al-Jawziyja, por se shembuj nga kjo stil retorike gjendet edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shembull për këtë është hadithi i shquar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Buni al-islamu ala khamsin." Islami është ndërtuar në pesë shtylla. Thot Sheikh Sulejman Ruheli: "Qala al-ulama al-bina'u yakun li-shay' al-mahsus mithlu al-masjid wad-dar." وقرب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المعنوي بالشيء المحسوس. Thot, dietarët kanë thënë, ndërtimi përdoret për gjërat që janë konkrete, të prekshme, që janë materiale, sikurse është xhamia dhe shtëpia. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam e afroi kuptimin e diçka që është abstrakte, të paprekshme, me diçka që është konkrete, që preket. Kjo për ta qartësuar atë që don të thotë. Pra kjo mënyrë që ka ndjekur Imam Ibn Qayyim al-Jawziyja është metodë profetike. Ai Allahu më shiroj ka shëmbëllyer besimin dhe veprën e njeriu me ndërtesën e përbërë prej themeleve dhe kateve. Besimi është themeli dhe basa.
kurse 4 janë veprat. E gjitha kjo për të treguar rëndësinë dhe pozitën që zë besimi në fe dhe për të treguar rëndësinë e përkushtimit në forcimin e bazës përpara ngritjes së katëve të ndërtesës. Prandaj vëllezër të nderuam, gjen që shumë njerëz që hyjnë në Islam, prandaj mund gjejmë shumë njerëz që hyjnë në Islam, por për shkak të mos përforcimit të bazës së ndërtesës, themeleve të ndërtesës, për shkak të mos forcimit të besimit, për shkak të angazhimit të tyre me gjëra dytësore, para gjërave bazike fetare, gjen që kjo ndërtesë rënohet. Gjen që kjo ndërtesë rrëzohet. Pse kjo? Nga se është ngritur pa bazament të fortë dhe në kate të shumta. Vazhdon bon vepra, falet, 5 vakte, fal sunetet, fal, si kushton çështje bazike fetare, veç kur mas sa kohë e gjen s'falet më praktikisht komplet. Ajo që ka synohet në përcjelljen e fjalës Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyi, Allahu më shoft, është përforcimi i fjalës Sheikh Saleh al-Sheikhut, lidhje me rëndësinë në përkushtimin me bazat e fesë. Dhe se ky libër, që inshallah do të shpjegojmë, pra thalathatu usul wa adillatuha, 3 bazat dhe argumentet e tyre, ky libër ka të bëjë me bazat e fesë. Për shkak të rëndësisë fjalës Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyi, Allahu më shëroft, për përcjell inshallah dhe vazhdimin e fjalës së tij. Thot Allahu më shëroft në vazhdim të asaj fjale që u përmendëm më parë, fal asasu li bina'i al-a'mal kal quwwati li badani al-insan. Pra, themeli për veprat është si forca për trupin e njeriu. Fa idha kanat al-quwwa qawiyya hamalat al-badan wa dafa'at anhu kathiran min al-afat. Nëse forca është e madhe, ajo e mban trupin dhe e mbron nga shumë sëmundje. Wa idha kanat al-quwwa da'ifa, da'afa hamluha lil-badan wa kanat al-afat ilayhi asra'u shay'in. Ndërsa thot, nëse është e dobët, dobësohet mbajtja e trupit dhe sëmundjet afrohen më shpejt tek trupi i njeriu. Shiko tani porosin e Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyis. Fahmil bunyanaka ala quwwati asasi al-iman. فإذا تشاعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. Prandaj thot, ndërtoje ndërtesën tënde mbi forcën e themelit të besimit. Sepse nëse prishet diçka nga pjesët e sipërme të ndërtesës apo çatia, riparimi i saj është më e lehtë se sa shkatrimi i themelit. Okej, u mor vesh kjo. Çfarë kiet për qëllim me fjalën themel? Thot Ibn Qayyim në vazhdim, wa hadha al-asas amran. Ky themel përbëhet nga 2 gjëra. Sihatul ma'rifa billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. E para është njohja e saktë e Allahut, e urdhrave të tij, e emrave dhe cilësive të tij. Wa thani tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwa. E dyta, përkushtimi plot në bindje ndaj tij, ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij, pa përzierë me asgjë tjetër. Thot, fa hadha awthaqu asasin assasa al-'abdu 'alayhi bunyana. Ky është themeli më i fortë mbi të cilin robi mund të ndërtojë ndërtesën e tij. Wa bihasbihi ya'tali al-bina ma sha. Dhe sipas forcës së tij, ndërtesa ngrihet sa të dojë. Fa ahkimi al-asas wahfadh al-quwwa wa dum 'ala al-himya wastafrik idha zada bika al-khalt wal-qasd al-qasd wa qad balagta al-murad. Prandaj thot, forcoje themelin, ruaje forcën, qëndro vazhdimisht në përkujdesje dhe pastrohu kur shtohen përzierjet. Pra, përzierjet që kiet për qëllim këtu janë veprat e këqija me veprat e mira, përzihen veprat e mira me veprat e këqija, sikurse është tek ajeti ku thot Allahu wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu a'malan salihan wa akhara sayyi'a. Dhe ka njerëz të tjerë që kanë pranuar mëkatet e veta, ata përzihen veprat e mira me veprat e këqija. Tani thotu dhe pastrohu kur të shtohet përzierja. Pra, përzierja veprave të mira me veprat e këqija. Pastrohu thot.
Si arrihet ky pastrim? Vetë Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja në një vend tjetër, në Madarij as-Salikin, thotë mëkatarët kanë 3 lumen. Ka 3 lumen me në cilin pastrohet në këtë botë. E para është lumi i pendimit. Është lumi i pendimit të sinqert, jo pendimit të gënjeshtarëve, pendimit të sinqert. E dyta lumi i veprave të mira, pra me vepra të mira. E treta është lumi i fatkeqësive të mëdha që shlyejnë mëkatet. Thot Ibn Qayyim tek fjala që përmendëm më parë, fa ahkimil asas, prandaj forcoje themelin, wahfadhil quwa, ruaje forcën, wa dum ala al-himya, qëndro vazhdimisht në kujdesshmëri. Wastafrik idha zada bika al-khalt, dhe pastrohu kur të shtohet përzierja. Wal qast al-qast, përmbaj rrugës së drejtë, përmbaj rrugës së drejtë. Waqad balaghat al-murad, dhe do të arrish kështu dhe qëllimin. Wa illa fama damat al-quwa dha'ifa wal madatu al-fasida موجودة والاستفراغ معدوما فقر السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. Për ndryshe, për sa kohë që forca është e dobët, pra besimi është i dobët, lënda e prishur është e pranishme, e cila është gjunahi, pra gjunahi është i pranishëm, dhe pastrimi mungon, pra mungon istighfari, mungon vepra mirë, mungon ndurimi në fatkeqësitë. Atëherë thot, faqra salama ala al-haya fa innaha qad adhanatka bi sur'ati at-tawdi'i. Thuaj jepi selam jetës, thuaj lam të mirë jetës, sepse ajo tashmë të ka paralajmëruar për ndarjen e shpejtë. Më pas thot Ibn Qayyim, fa idha kamula al-bina fabayyidhu bi husni al-khuluq wal ihsan ila an-nas. Kur ndërtesa të jetë plotësuar, zbardh atë me moral të mirë dhe bamirësi ndaj njerëzve. ثم حطه بصور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العوراء. Pastaj rrethoje me një mur kujdesi që asnjë armik të mos dëbërtojë dhe asnjë auret të mos shfaqet për saj. ثم أرخ السطور على أبوابه. Pastaj lëshoj perdet mbi dyert e saj. ثم أغلق الباب. Më pas mbyllë derën kryesore. Thumma aqfil al-bab. Pastaj mbyllet derën kryesore. Si kjo? Bisukut, me heshtje. Amma takhsha aqibatahu. Ndaj asaj që fiksohesh pasojës së saj. Ndaj asaj që fiksohesh pasojës së saj. Më pas thot, thumma rakkib lahu miftaha min dhikrillah. Bihi taftahuhu wa tughliquhu. Më pas vendosi kësaj dere, vendosi një çelës. Çfarë është ky çelësi? Është përmendja e Allahut, me të cilin e hap dhe e mbyll. Nëse e hap me këtë çelës, pra me dhikrin e Allahut, nëse e mbyll me dhikrin e Allahut. Që do thotë, kur e hap gojen, hape me dhikrin e Allahut. Kur e mbyll me dhikrin e Allahut. Fatakun hina idhin qad banayta hisnan tahassanta fihi min a'da'ik. Atëherë do të kesh ndërtuar një kështjell në të cilën je mbrojtur nga armiqt. Idha tafa bihi al-adu lam yajid minhu madkhalan fayay'asu mink. Nëse armiku sillet rreth kësaj kështjelle, nuk gjen hyrje dhe humbet shpresën ndaj në hyrjen e të kjo ndërtesë. Thumma ta'ahid bina al-hisn kullu waqtin. Më pasot kujdesu vazhdimisht për ndërtimin e kësaj kështjelle. Fa inna al-adu idha lam yatma' fi ad-dukhul min al-bab naqaba 'alayka an-nuqub min ba'id bima'awil adh-dhunub. Sepse nëse armiku nuk hyn nga dera, atëherë të hyn duke hapur vrima nga larg. Cilat janë këto vrima? Janë mëkate, thot. Nëse neglizhon këtë, ajo vrim do të arrijë deri tek ti, thot. Dhe kështu armiku do të jetë me ty brenda kështjellës, dhe atëherë do ta kesh vështirë ta nxjerrësh. Kjo është diçka që e shifet. Kur njeriu e bën një mëkat, atëherë ka hyrë armiku brenda kështjellës edhe ke të vështirë ta nxjerrësh. Po ashtu ai i cili bën një mëkat e ka të vështirë që ta braktisë atë. Prandaj thënë dietarët,
rujtja përpara se të bish në atë gjë është më e lehtë se sa kur bie në atë gjuna dhe don të dalësh nga ai gjuna. Më pas ka përmend edhe fjalë të tjera në këtë, mirëpo është afruar edhe namazi. Mjaftojmë kaq inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.